أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Si çdo herë falenderojmë dhe madhrojmë Allahun e lartësuar, çojmë selavate për pejgamberin tonë të bekuar, për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët e besimtarët dhe ata që kanë marrë pas neve deri në ditën e Kiametit. Në dersin e kaluam folëm për ngjarjen e Kaabit edhe dy shokëve të tij. Edhe tham se imami këto hadithe që flasin për pendimin nuk na i la vetëm si informata, po sikur na prunin një ngjarje me na kallëzu realitetin e asaj që pejgamberi alayhis salam tha se Allahu e pranon pendimin për robët e tij kur do herë me kushte me i plotsu kushtet që kemi përmendur në fillim të kapitullit. Për me na vërtetu imami këta, tha që po ja u bini ngjarje që ka ndodhur pikërisht në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që për të patë edhe ajet. Ajeti ka kur Allahu tha në surën Taube, dhe atyre të reve të cilën mbetën mbrapa të dërguarit, Allahu ja fali pendimin pasi që krahërorët e tyre ishin ngushtuar, pavarësisht që toka është e gjerë. Edhe pam që pejgamberi alayhis salam i dha myshdë Kaabit në momentin e parë kur e pa pas pranimit të pendimit. Edhe i tha, myshdë o Kaab, kjo është dita më e mirë për ty prej kur të kalin nana jote. Do të thonë dita kur njeriu gjen pendim, i pranohet pendimi tek Zoti, për të është dita më e mirë prej kur e kalin nana. Ngase pejgamberi alayhis salam sikur se është e njohur në hadithin tjetër ka thënë, ai që pendohet është sikur se ai që s'ka bë gjuna fare. Andaj njeriu kanjëherë mundet me u pendu e me atë pendim arrin pozita të larta tek Zoti. Sa që nashta atë pozit, kur s'kish mujt me arrit me ibadet. Ka njëherë njeriu me pendim, arrin pozita të larta tek Zoti, të cilën pozit kur s'kish mujt me arrit me ibadetin e tij. E për me na vërtetu një gjatë të tillë, imami prap na përmend hadithin e radhës. Hadithin e 22, imami na sjell një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, kur një gru bën një gjuna, bën amoralitet, edhe shkon pendohet tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot ka marrë dënimin. Pasi që pejgamberi sa ja jep dënimin e merituar, edhe pasi që ai vdes, njëri prej sahabëve flet keq për atë gru. E përmend me të keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mund të paraguar. I thot jo, thot laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-Madina la wasi'atuhum. Thot që kjo gruaja për cilën ti po fol keq, është pendu me një pendim, sa që po ti shpërndahi 70 burrave prej banorëve të Medinës, kish mi ju mjaftu. Pra po i thot këtij sahabijët, mos fol keq për ta, se kjo u pendu me një pendim, sa që ti përfshin 70 që si ti. 70 pendime të burrave si ti, thot me i shkri nuk bajnë sa pendimi i kësaj gruaje. Përkon ka thonë kështu pejgamberi sa për një grua që ka bën janë për gjunaheve të mëdha, mirë po që është pendu sinqerisht. Andaj subhanallahu kjo ngrit pendimi, ngrit njeriu në atë shkallë sa që kur s'ka mujt me arrit me veprat e tij. Hadithi 23 ose hadithi radhës na tregon imami na sjell një hadith me cilën argumenton se Allahu e din shumë mirë se robi i tij gabon. Pra që kena përmend derisa të kaluam, Allahu nuk don për neve me na pa të pagabushëm. Mirë pa Allahu don me pa prej neve anën tonë të mirë. Ka qef me pa prej neve pendimin tonë, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithën e radhës thot: "Law anna li ibn Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Thot mi a dhan birit e Ademit një lugin me ari. Thot ai kish pas shef, ti kish pa dy. Vazhdon pejgamberi alayhis salam thot: "Walan yamla fahu illa turab." Gojën e birit e Ademit nuk e mbush asgjë tjetër
vetë se dhejot. Dhe në fund, hadithi përfundon, wa yatubu Allahu ala man tab, e Allahu ja pranon pendimin atij që pendohet. Pra që njëherë po e përshkruan natyrën e njeriut. Po thot, një njeriu se cilën herë dën me pat shumë e ma shumë. Njeriu është lakmitar. Pra po kallën që njeriu nuk e mbush barkun e tij kur gjë tjetër, vetë se kur t'i bjen dheju mbi trupin e tij. Çatëherë ai më nuk lip kur gjë. Ama shiko sa bukur përfundon hadithi. Wa yatubu Allahu ala man tab. Ai që e lufton që tipin e tij, ai që lufton epshin e tij, ai që lufton kojtën e tij, Allahu e pranon pendimin prej tij. Nga sa Allahu shumë mirë e den çysh e ka kriju robën e tij. Orë transmetim e përmend Ibn Kathirin al-Bidaya wa Nihaya, thot kur e ka kriju Allahu Ademin alayhis salam, edhe ja ka fry shpirtin e tij. Thot ka fillu shpirti prej lart, mi shku te poshtë Ademit alayhis salam. Në atë pjesë të trupit ku i ka shku shpirti, ajo pjesë ka fillu me ungjall, ka fillu me pa gjallëri. Thot i ka hy shpirti ka koka edhe po fillon me i shku te poshtë. Mirë po pjesa e poshtme e trupit hala ka në vdekun, se si ka arrit shpirti hala atje. Mirë po Adem alayhis salam momentin kur i ka fry Allahu, i ka hap syt. Edhe çka me pa në xhenet vetë se të mira që i ka kriju Allahu. Edhe kur i ka hedhë sytë e tij, po e shet xhenetin, kopshtet, po i shet mirat e xhenetit. Pyetjen e parë që i thot liman hadha ya Rab. T'kujna janë çto o Zot? Çto që i pasi kriju, t'kujna janë? Allahu i thot tuat, se për ty i kom kriju. Ky prej ngutije me shku edhe me i shiju ato të mira, dën mu ngrit në kam, po shpirti hala si ka shku te kam, edhe rëzohet. Edhe thot Allahu, sikur se është ajeti, khuliqal insanu min ajal. Sa i ngutshëm është kriju njeriu. Pra s'po e pret me shku shpirti hiç deri te kam. Po ky po ka qenë me shku me një herë me marr ato të mira. Khuliqal insanu min ajal. Njeriu shumë i ngutshëm na ka. Njeriu që ka shumë i ngutshëm. Pse se është natyrën e tij. Këto jemi në rregull. Natyra e njeriu, në cilën e ka kriju Zoti, është me kanë që njeri që harron, i ngutshëm, gabimtar. Mirë po, do të mu pendua pe aty në cilësive. Është mendim i gabum e aty një njerëzve që mendojnë se Allahu ka kërku prej neve me kanë të pagabum. Bile ky mendim, Allahu i tregon melekëve se nuk është me vend. Kur Allahu i thot melekëve se ku me kriju një njeri, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Po krijojnë tokë një khalife, një njeri, një zëvendës, ato i kanë thonë, pse pe krijon o Zot, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kur na shumë mirë po të madhrojna edhe po të lartësojmë ty. Për çka pra me kriju, kur na as nuk të bëjmë gjuna, e as nuk të kundërshtojmë, na të madhrojna qysh e li për eni, qysh është mas miri. Ati kemi kriju një gjallës që ju yufsidu fiha, ka me bë fesad në tokë. Mirë po çka i thot Zoti? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di që ata që ju se dini. Unë e di që po du me kriju një njeri i cili gabon, e masit gabon, kërkon falje dhe unë e falje. E nuk po du me kriju një njeri që nështë i pagabushëm, se nëse po e menojmë që ka dashur Allahu pe njeriut me qenë i pagabushëm, atëri ka pat me lajket që nuk gabojnë asnjëherë. Mirë po Allahu ka pat qef me kriju një krijesë në të cilën e shfaq rahmetin e vet. Andaj është përmend në suhufe që janë zbrit Ibrahimit a.s. Për asaj që Allahu ka zbrit në to, përmendin dietarët se Allahu ka thënë, dhe kur të vish në ditën e kiametit, i thot njeriut, edhe i sheh gjunahet e tua sa malet, edhe mendon se je shkatëru, thot atëherë dvijone me falje, me rahmet, që ti mlën gjunahet e tua. Wa min ajlika sammaytu nafsi al-azizul ghafar. Nga se o njeri, hatri yt e kum quajt veten unë fuqi plot falës. Pra Allahu që të faljen e vet, ku e shfaq? E shfaq me njeriu. E shfaq pasi që njeriu e bën mëkatin. Ka njëherë që kjo logjik për do njerëz është pak e pakuptueshme. Qysh njeriu me bë gjuna e Zoti më ia fal.
edhe prapë s'dyti, Zoti ja fal, edhe prapë s'treti, edhe fal, madje edhe ngrit në drejgje të larta. Madje e kemi një hadith mjaft interesant, që është hadithi 24, që Imami na përmend për këtë pikë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yadhaku Allahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini." Allahu po qeshka me dy veta kur hin xhenet. Pse? Thot pejgamberi alaihi kur hin xhenet, njani pe aty në dyve, thot kanë qenë i vrari, dy veta në luftë, njani po e mbyt tjetrin. Edhe ky i vrari shkon shahid, nga se ka qenë duke luftuar në rrugë të Zotit. Edhe shkon në xhenetet e larta. Tash ky të shëtin në xhenet, thot pejgamberi sa, takohet me vrasësin e tij. Takohet me vrasësin e tij edhe ai në xhenet. Atëherë çuditet se çka ka ndodhur. Thot pejgamberi sa mirë, po masi që e ka myt ata, e ka pranuar Islamin, është pendu, edhe vet ka vdek shahid. Edhe vet ka vdek shahid. Edhe në fund shpërblimi, edhe vrasësi, edhe i vrari në xhenet. Thot pejgamberi alesam, Allahu qesh me reagimin e këtyre dyve kur të shohin njëri tjetrin zbashku në xhenetet e tij. Kush e ngriti vrasësin në pozitën e të vrarit, teubeja. Pendimi i sinqert, që ajo që thamë na të pendimi, e ngrit njeriu në atë shkallë, sa që kur s'kish mujt me ngrit vepra ti. Andaj, hadith tjetër që është hadith kutsi, thëtë Allahu i lartësum, jebna Adem, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. O biri Ademit, për aq kohë sa më thirr mu, edhe për aq kohë sa shpreson të kun, ghafartu lak, ti fali krejt gjunahet e tua. Wala ubali, edhe nuk mërzitëm për atë punë. Subhanallah, kjo është rahmeti i madh i Zotit që s'mundet me na kuptu mendja jonë. Të fali tha, edhe nuk mërzitëm, wala ubali, nuk shqetësohem hiç. Vazhdon hadithi thotë, ja ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i. O biri Ademit, nëse gjunahet e tua kishin me arrit kupën e qiellit. A ka njeri që mundet me gjunahe me arrit kupën e qiellit? Thot Allah, nëse arrihet që kjo, mirë po, thumë staghfartani ghafartu lak. Mas krejt kësaj, thua Allah falem, unë apet falem. Kjo është rahmeti edhe mëshira Allahut. Kështu që pas kësaj që tham, mujna me kuptu pse humbja e shpresës në rahmetin e Zotit o gjuna i madh, madje edhe më i madh se sa vetë gjunahet. Andaj, sikur se kemi thonë, asë hadithi thot, thume yetubullah, fillim, Allahu me përkthyer bukfalisht i bjen e pendon, e shtyën në pendim robën e tij, tani ja pranon pendimin. Këta kemi përmend dersën e kaluam, pendimi i robit është midis dy pranimit të pendimeve të Zotit. Fillimisht njeriu Allahu inspiron njeriu për pendim, kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë njeriu pendohet, pjesa e tretë Allahu e pranon pendimin e robit të tij. Andaj nëse Allahu ty edhe mu na ka inspiru më u pendu për gjunahe, mishde, se është e mirë, se Allahu nuk na kish inspiru edhe në fund mos më na falë. Kënë ka inspiru Allahu për pendim, është që Allahu edhe pendimin e tij e pranon nëse i plotson kushtet që i kemi përmend. Pra fillimisht Allahu këndon e inspiron për pendim. Dhe subhanallah, kjo ma kujton një hadith mjaft interesant që përmendet në luftën e Hendekut. Lufta e Hendekut ka ndodhur në luftën në vitin e 5 Hijri, edhe pejgamberi sa mi ka marrë sahab, edhe gjithë secili prej tyre ja ka nda ka një pjesë tokë për me e gry, me ba Hendek, që kur vinë mushrikt, këta me qenë të mbrojtën mas Hendekit. Edhe ka qenë luftë shumë e rëndë, për shkak që kjo më shumë ka qenë luftë psikologjike. Për shkak që krejt fiset kurishite kanë qenë kundër pejgamberit alayhis salam, madje kanë bërë aleancë edhe me jahudit. Edhe nuk u ditë se çka po ndodh dhe ka zgjat shumë rrethimi i pejgamberit alayhis salam dhe i sahabëve brenda Medinës. Tash pejgamberi alayhis salam gjithë secili prej sahabëve po ja ndan nga një pjesë që me gry, edhe me formu Hendekun. Edhe uria madhe saqë në çet luftë, përmendet që pejgamberi alayhis salam ka lidhur dhe gur në barkun e tij shkaku i urisë.
Në këtë luftë, se informacion ka ndodhur dhe ajo ngjarja që Selman el Farisiut i ka dalë ai gur i madh, edhe nuk ka mujt me e thy. Derisa për ndihmë e thirr pejgamberin alayhis salam. Edhe ai shkon edhe e thën gurin, edhe sa herë që i kam mshu gurit ka thonë, mu dhan çelësat e Persisë, mu dhan çelësat e Shamit, mu dhan çelësat e Yemenit. Në atë kohë krizë sa që ata nuk është ditë se apo shpëtojnë. Madje munafikat kur e kanë pejgamberin alayhis salam të thonë, mu dha Siria, mu dha Shami, mu dha Yemeni, kanë filluar dhe janë tallë. Kanë thonë, Allahu ju nderoft, na s'u shkojnë në banjo. E ky po na përmend Sirin, e po na përmend Shamin. Në këtë luftë, në atë krizë të madhe, edhe në atë stres të madh të sahabëve, dikush po nihet duke këndu. Edhe sahabët e kanë dalë punën, kur e shohin ai që këndonte ishte vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përmend Buhariu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato momente thoshte: Wallahi laula Allahu mahtadayna wala sumna wala sallayna fa anzil sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama in laqayna. Pasha Allahun, thot pejgamberi sa duke këndu, pasha Allahun, mos të ishte Allahu kur s'kishëm me qenë të udhëzuar. Pasha Allahun, mos të ishte Allahu, ne nuk do të udhëzoheshim, as nuk do të agjeronim, e as nuk do të falemi. Andaj o Zot na zbrit qetësi mbi neve dhe na i forco këmbët kur të luftojmë me armikun. Pra pejgamberi në atë gjendje të rënë, për kujton rahmetin e Zotit ndaj tij dhe sahabëve, sa që po thot Allahu mos na kishte udhëzuar neve, s'kishëm me mujt na me qenë të udhëzuar. Nëse Allahu nuk don që ti më u pendu, s'mundesh më u pendu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa. Thot Allahu për disa njerëz, dhe ju kanë forcuar zemrat e tyre, edhe janë bë të forta siguri, madje edhe më të forta se ato. E forcon Allahu zemrën e disa njerëzve. Sa për njerëzve don një lot me qit për Allahun po s'mundet. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Zemrat e tyre tha ka smuj Allahu, e unë vitu jashtu smujën hala më shumë. Jashtoj thot smujën edhe një lot, ja pa mundson Allahu me qit. Andaj edhe teubeja, pas kujna ja mundson Allahu, shkaku i të mirës që ka pa Allahu me nati, e kujna ja mundson Allahu, me emër të Allahut edhe e pranon. Me këto hadithe, imami na kryn kapitullin e pendimit, edhe na fillon një kapitull tjetër mjaft interesant. Nga se për këtë ube, që na kemi folë këto takimet e fundit, dohet guxim, dohet durim, dohet sabër, nuk mund të gjithkosh me u pendu. Andaj, imami kapitullin e radhës e qunë Kitabu Sabri, kapitulli durimit. Sikur po na thot që fillim kapitulli pa cili ka qenë kapitulli sinqeritetit. Tani masana i tha edhe kur të gabësh tha mos e ki dert përderisa je i sinqert pendohesh, ama tash po thot për çit pendim duhet patjetër me basabër, me durum. Edhe në fillim na i përmend disa ajete, ajetin e parë që imami na përmend që nis kapitullin me të, është ajeti ku thot Allahu ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O ju që keni besu, bëni sabër. Duroni, ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru, dhe qëndroni hala më shumë në durim. Pra, durimi na që kanë kërkesë e Zotit ndaj robët të tij. Andaj pra imami sikur po na thot, o ju që ja keni mësy kopshtit të devotshmëve. Po thotë, duhet me pa durim, se në këtë kopsht nuk mundet me arrit vetëm se me durim. Andaj ajeti tjetër që imami na sjell, thotë është ajeti wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Thotë Allahu kemi më ju sprovu juve derisa të dallojmë luftëtarët e vërtet dhe ata që bojnë sabër dhe derisa Allahu të merr vesh veprat tuaja. Derisa Allahu të sheh veprat tuaja.
Andaj me anë të durimit, dallohet ai që ka për një me këtë rrugë edhe ai që veç don. Nga se një pjesë e njerëzve nuk e kanë për një me xhenetin. Një pjesë e njerëzve veç e dojnë xhenetin. Mirë po durimi e bën dallimin a ka për një me aja. Një pjesë e njerëzve veç kanë qef me shku në xhenet. Mirë po duhet sabër në këtë rrugë. Sa aki seriozisht, andaj thot Imam Shafii Allahu mëshiroft, thot ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu. Hadha mahalun fil qiyas badi'u. Thot ti po thu që e du Zotin. Edhe shumë mirë po i thur vargjet për ta. Ama në anën tjetër po e kundërshton. Thot kjo në logjik thot është e pakapshme. Vazhdon edhe thot law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Thot nëse dashuria jote kishte më qenë e sinqert, kishe më ju bind atij. Nga asaj që e don dikon të dashurit të tij i bindet. Pra nuk mundesh me thonë po e du Zotin, ndërsa në anën tjetër veprat i ki krejt me gabime. Gabime tha arsyetohet në momente që pendohesh. Mirë po për pendim patjetër dohet sabër. E kur themi sabër, e kemi qëllim durimin me 3 kategoritë e tij. E durimi dietarët e kanë ndarë në 3 pjesë. E para është as-sabru ala ta'at. Me ba sabër në kryerjen e farzave. Me ba sabër durim në kryerjen e punëve të mira. Me ba durim në kryerjen e bindjeve ndaj Zotit. Nëse s'keni harru atje, e kemi përmend të seria e kalume, një ligjërat e kemi pat 7 cilësit e thirrësit të surës Mudaththir. E 7-ta në fund atje ka qenë wali rabbika fasbir. Edhe për hir të Zotit tënd duro. Për hir të Zotit tënd duro. Nga se pa durim, krejt ato 6-tat bin në pozë dhe nuk kanë vlerë. Durimi është ai që pejgamberi alayhiselam ka thënë Allahun në ditët e para të vahjit, ti kësaj rruge do të më mësoj me sabër. Nga se kemi ballafaquar me diçka që është shumë e rëndë. E kështu dhe sahab i kanë folë edhe nefsit të tyre. E kemi përmend prapë edhe Abdullah ibn Rawah, kur ka qenë atje në betejë, edhe pejgamberi alayhiselam e ka caktuar për komandant, ata 3. Edhe ka thonë kur të vdes ky, tjetri kur të vdes tjetri, i ka ardhur Abdullah ibn Rawah. Ky tash në ato momente nefsi e ka shtyr mos me shku me ka flamurin, se e ka ditë që nëse shkon ka me vdek, qysh i kanë vdek 2 shokët e tij. Edhe në atë kohë ky po nalet e po i fol nefsit të tij, edhe e kënon poezi. Ajo që po më intereson sot dhe që analizat të mendesin ton, është pjesa ku thot aqsamtu nafsi la tanzilanna. Pasha Zotin në nefsi jam, ku mbabe, ke me ba pos shka të thamon. Pra nefsi nuk i dën në parim punë të mira. Nefsi nuk e dën në parim namazin, agjerimin, prezantimin derse, ibadetin, nuk i dën. Mirë po besimtar është ai që nefsin e tij e shtyjen bën sabër, edhe e shtyjen atë në kryerjen e punëve të mira. Që kjo është e para shkallë, pra as-sabru ala ta'at, me bë sabër në kryerjen e punëve të mira. E dyta është as-sabru anil ma'siyat, me bë sabër ndaj gjunave. Tash nefsi punë të mira nuk i dën. Çka dën në vend të tyne? I dën mëkatet. Këta na përmend Jusufi alayhis salam. Thot Allahu në surën Yusuf, duke i treguar fjalët e tij, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su." Ka thonë Jusuf alayhis salam, "Çore, nefsin tëm nuk peshfaqsoj krejt, nga se nefsin parim thirr vesh në punë të këqija. Nefsi shtyn njeriu në fort në punë të këqija. Mirë po, për me i ballë që ti nefsi, dohet sabër. Por më ba i devotshëm, për me arrit me shku në kopshin e të mirëve, dohet sabër. Shembullin këta kemi në Bilal el-Habeshiun. Bilali, e dini, kur e ka pranu Islamin, radiallahu anhu, ka qenë rob dhe ka qenë sklav. Edhe ka pranu Islamin fshehur azi zotërisë tij. Kur e pranon Islamin, edhe masanej e merr vesh zotëriu i Umayya ibn Halef, se Bilali e ka pranu Islamin, e merr edhe thot pasha Latin edhe pasha Uzzën, idhuj të Mekazve. Ose ke me elan fejnë e Muhamedit, ose ka me të dënu me një dënim që Arab nuk kanë pa ma herët.
Bilali, qaj sklavi i ngrat, e i shkret, që nashta është friksu për hijes vet. Bilali ai që nashta kur gjë jetën e vet nuk ka bo ma shumë se sa ka mjel dele, edhe i ka bo hijes zotërisë ti, edhe i ka dhon ujë, që ky Bilali që çka bën kur të prek imanin zemër. Thot pasha Allahun, jo këllatin edhe ozën. Nëse më dënon me një dënim çfarë the ti? Ku me ba sabër, që Arab nuk kam pas as i sabër, çfarë ku me bën? Pasha Allahun, nëse ti më dënon me çato që po thuti, ke me pa prej mije një durim, sa që Arab nuk kam pa as i durimi. Edhe Umeje si vjen i nati, edhe e merr të lidhur rrugëve të Mekës, edhe i thirr njerëzit. Thot, o ju njerëz, robi jam e kalon fen. Edhe ky e ka bën një betim, edhe unë e kum bën një betim. Hajde një këshirni kujna po i del betimi. Edhe e merr, edhe e torturon, edhe sikur se e dini në zallën e shkretinës, e të i vendos gurë të mëdha në krahërorin e tij. Edhe sa që dikur fillon ky Umeje edhe lodhet vet. Kur kthehet në shtëpi, ja bën familjes së tij pasha Allahun. Nuk jem të e dit, a jem të e dënu unë ata, e aj po më dënën mu. E thot, mos më kënar të turp, që fjala jem është përhap në Mekë, kisha me hjek dorë për ti. Mirë po kë ka pa sabër. Që kë sabër, të ndërum vllazën, ma në men që vesh të ngrit. Sabri ndaj gjunahëve, njeriu në ngrit. Që kë Bilali, e dinin ngjarjen masanej, e merr Abu Bekri dhe e blen. E liron, edhe masanej kjo jetë njëri lirë. Kur kalojnë Medinë, kjo çka bëhet muezini pejgamberit alayhis salam. Bëhet për njerëzve ma të besueshëm pejgamberit alayhis salam. Në shërimin e Mekës, kur pejgamberi alayhis salam me sahabët i thejnë idhujt, i vetmi hin pejgamberi alayhis salam brenda çabës. Sikur se e përmend Ibn Ishaku në historinë e tij. Thot i vetëm u hi pejgamberi sa më çabë me u fal. Edhe masi që ka hyrë mbi dyrë të çabës ka thonë: "Ej në Bilal, ku o Bilali? Ku është shaj që torturoi hatri jam në çdo rrugë të Mekës? Ku është shaj që hatri jam nuk më ka ofendu? Ani pse Umeje i theke vesh një fjalë thuje kundër Muhamedit alayhis salam." Edhe ai robi i zi, edhe ai i ngrati, ngritet edhe hyp në çabë zbashku me pejgamberin alayhis salam, hin brenda saj. Edhe pas ata dy i kanë fal 2 rekate brenda saj. Nuk ka liu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hi asnjë njeri në çabë sa kanë qenë ata dy. Masi i falën 2 rekate, i thotë të Bilalit, tash ngritu edhe hyp mbi çabë. Pasha Allahun. Çabja ka shumë vlerë tek Allahu. Mirë po Bilal, ti ki vlerë ma shumë tek Allahu se sa çabja. Ti ki vlerë tek Allahu ma shumë se sa çabja. A muni me paramnu kush e ngriti Bilalin që të pozit? Sabri. Durimi. Ky ka mujt me thonë ata që ai ka kërku Umeje. Gjuna nuk e kish pat. Ama durimi e ngrit njeriu në këtë dënja, durimi e ngrit njeriu edhe në ahiret. Thot pejgamberi alayhis salam mase që ka qenë në Isra dhe në Miraj, thot të Bilalit, i kam dëgju nallët e tua në xhenet. Thot çka je duke bë? Pra s'ka arrit në atë pikë. Sa që nallët e Bilalit në xhenet i ka dëgju dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pika e dytë e durimit është pra me bë durim ndaj gjunaheve. Edhe e treta, as-sabru ala aqdarillah. Me bë sabër ndaj caktimeve të Allahut. Besimtari e beson kaderin e Zotit. Kushti i 6 i kaderit është an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hulvihi wa murrihi min Allah ta'ala. Me besu kaderin e Zotit se çka vjen prej Allahut, edhe hajri, edhe sherri, edhe ëmbla, edhe idhta, janë prej Allahut të lartësuar. Kështu që besimtari kur sprovohet me diçka prej kaderit, bën sabër. Nga se e din që çka ka godit nuk ka mujt me ik atij, ndërsa çka i ka ik nuk ka mujt me godit. Tregohet durimtar ndaj caktimeve të Allahut. Kështu që në këtë kapitull sa herë të përmendim sabrin, do të më pat parasysh që kena për qëllim këto 3 kategori. Imami na i sill të ndamë në hadithën e radhës edhe të fundit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "At-tuhuru shatrul iman, walhamdulillahi tamla'u al-mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bayna as-samawati wal ard,
was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un. Të nalmi na tek pjesa që po na intereson neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: as-salatu nurun, namazi është nur, dritë. As-sadaqatu burhanun, sadakaja është argument. Was-sabru diya'un, as-sabri, durimi është shkëlqim. Për namazin tha nur, a për durimin po thotë është diya'un, shkëlqim. Ku është dallimi? Fillimisht pejgamberi sa po thotë që namazi është nur që ja ndriçon fytyrën e njeriu. Andaj edhe në hadith tjetër thotë pejgamberi sa namazi është nur që ndriçon fytyrën e njeriu edhe në varr edhe në ditën e Kiametit. Andaj është pyet Hasan el-Basri, Allahu mëshiroft, ka thonë pse ata njerëz që falin namaz natë e kanë fytyrën e ndriçuar. Thotë Hasan el-Basri, Allahu mëshiroft, thotë për shkak se ata janë vetmu me Zotin në errësirë e Allahu i ka dhënë diçka pi nurit të tij. Edhe ai nur reflekton në fytyrën e tyre. Thotë pejgamberi sa pra as-salatu nurun, namazi nur, dritë. Mirë po për sabrin s'po thotë kështu. Po thotë as-sabru diya'un, sabri është shkëlqim. Ku është dallimi? Dallimin e gjajna në Kur'an. Thotë Allahu i lartësuar për hanën edhe për diellin. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nura. Thotë është ai që diellin e ka bë të shkëlqyer, e ka bë diellin pra shëndritës që shkëlqen, ndërsa hanën e ka bë nur, dritë. A pejgamberi sa thotë namazi është nur, sikur drita e hanës që ndriçon në errësirë, është dritë e ftohtë, është dritë që fitohet kollaj, pa mund. Ama sabri po thotë është diya'un, për sabër goxha duhet me të djeg shpirtin një herë. Se dielli është i nxehtë. Goxha duhet me të munu një herë, goxha është i zorshëm. Sabri thash diya'un, shkëlqim, nuk ka nur i ftohtë sikur se është nuri edhe drita e hanës. Që sabri ndihet. Andaj thotë edhe Aliu, Allahu mëshiroft, thotë pija ma hidhur në dunja është sabri. Shumë i hidhur është, shumë pije e zërshme është, ama thotë frytet i ka të ëmbla. Frytet thotë i ka të ëmbla. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë sabri është një lloj shkëlqimi që njeriu e ndjen, e ka sikletin për brenda, mirë po doron për hir të Zotit. Tani shpërblimi jetë në dorën e Allahut. Hadithi i 26, kismet edhe hadithet e tjera të këtij kapitulli, na kemi me i diskutuar në dersin ton të ardhshëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.